Mbrëma të nderuar miq, takojmë me të pashojse çdo të mërkur. Në fakt sot do të flasim e do të fokusohemi thuajse gjerësisht për të shtëruar atë që po ndodh në lindjen e mesme. Kanë kaluar gati 3 ditë nga shpallja e armëpushimit 5 ditor nga ana e presidentit amerikan Donald Trump në konfliktin e nisur me Iranin, në bashkëpunim dhe me Izraelin. Por nga ana tjetër Irani thotë se nuk ka negociata për paqe. Shumë pikë pyetje po ngrihen se ç'po luhet në prapasken, ndërkohë që armëpushimi thuajse nuk është respektuar. Për këto dhe tjera më gjerësisht kam kënaqësinë të ndaj sonte një bisedë ekspertin e sigurisë Ilir Kulla, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Kemi folur këtu për luftën, kemi parashikuar fatin e saj, sigurinë e tjera. Ka 3 ditë që është shpallur armëpushimi 5 ditor, nuk po respektohet. Nga ana tjetër Irani mohon mundësinë e negociatave që bëri me dje Trump para 3 ditësh në mos gaboj. Çfarë po ndodh në prapasken realisht? Në fakt nuk ka negociata. Ka një marrje kohë pas një afati që presidenti Trump vu për 48 orësh dhe momentin që e pa që nuk që kjo gjë ishte e pa respektueshme dhe atëherë u bë publike kjo tentativë për të folur me palë të treta. Në rastin konkret Pakistani edhe Turqia, që janë dy fqinj të Iranit, por edhe dy vende me marrëdhënie shumë të mira me SBA-n, ku sipas cilës po kërkohet një mekanizëm i ndërmjetëm, jo negociatash, po le të themi 15 pikash për të shkuar tek një armëpushim diku një mujor. Që do të thotë, nga një anë një përpjekje për të munduar për të ulur çmendurinë e çmimeve të lëndëve të parë në bursa, pasi kjo luftë dëshmoi që arma më e fortë e Iranit pas kështë qenë çështja e lëndëve të para. Dhe nga ana tjetër edhe për të munduar për të ndaluar atë që ju sapo thatë, pra vazhdimin e raketave iraniane mbi gjithë lindjen e mesme, po mbi gjitha në Izrael. Pasi ajo gjë që i ka lënë u pa dhe në luftën e vitit që shkoi 2 javorin, por sidomos në këtë muaj, që aerodromi nuk funksionon në Izrael dhe kjo gjë ka goditur rënd pra besueshmërinë brenda Izraelit që mund të vazhdojë jeta normale. Dhe përgjegjësinë për sigurinë e vendeve nga Arabia Saudite deri në Izrael, pra nga Gjiri deri në Detin Mesdhe, në gjithë këto vite e ka pas në emër të një aleance strategjike, pra SBA-ja dhe fuqia e saj ushtarake. Kështu që duhet një moment frymarrje, por që është një moment frymarrje i ndërmjetëm në mes asaj që është faza e parë e luftës dhe asaj që do të jetë vijimi. Pra unë nuk shoh se ka ndërprerje të luftës, nuk shoh që do të funksionojnë apo do të ketë realisht negociata, shoh vijimin e luftës. Pasi nëse ne shohim me kujdes faktin që amerikanët bashkë me izraelitët po flasin për ditësh tashmë për zhvendosje trupash, kuptojmë që si Izraeli edhe SBA-ja nuk mund të ndërpresin një luftë nga e cila nuk minimalisht nuk duhet kenë disa rekorde që të thonë që pra fituam diçka. Nëse lufta do të ndërpritet ditën e dytë me vrasjen e Khameneit dhe të disa drejtuesve të regjimit në Iran, atëherë do të mund të flitej për rekorde pozitive të një sulmi luftarak të izraelito-amerikan mbi Iran, por pas një muaj luftë duhet të flasim për disa rekorde ushtarake të cilat shqetësojnë jo vetëm stabilitetin e gjithë lindjes mesme, por edhe më gjerë, pasi vërtetuam atë që kemi thënë këtu në këtë studio 3 javë më parë, që Irani ka zhvilluar programe raketore të niveleve të larta, të cilët nuk e kanë problem të mbërrijnë
çdo pjesë të Evropës, po ndoshta edhe më gjatë me raketa ndërkontinentale, pasi ato armë që Irani kishte përdorur në fillimin e këtij konflikti ishin armë të prodhuara shumë vite më parë dhe të magazinuara dhe depozituara. Qofshin këto dron, qofshin këto sisteme raketore. E ndërthurur kjo me situatën ekonomike globale të lëndëve të para, dhe me lëndë të para këtu nuk kuptoj vetëm gazin dhe naftën, por nuk kuptoj edhe çështjen e sigurisë së transportit ndërkombëtar, pra të drithërave dhe gjithçka tjetër që ka të bërë me transportin detar ndëroqeanik, me sigurinë e ngushticave të rëndësishme siç është ajo Hormuzit apo siç është ngushtica që del nga deti Kuq në Oqeanin Indian, që në një anë janë Huthët, në anën tjetër është Somalia, Sudani, Djibouti e tjerë. Jemi përballë komplikimit me efekte të një lufte e cila po ka filluar që në muajin e parë të japi efekte të nivelit global. Ndaj situata është ende më shumë të panjohura. Duket qartë që konflikti i cili filloi vetëm si goditje ndaj Teheranit dhe dy qyteteve disa objektive është zhvendosur dhe është zgjeruar në gjithë rajonin, pra nga deti Mesdhe, po të fusim Kiprin, futet edhe Bashkimi Evropian, e deri në fqinjet e Iranit, siç është Afganistani, Pakistani që do të përfshihet në negociata, dhe bilancet ushtarake tregojnë që konflikti ka ardhur gjithmonë më shumë duke u thelluar, janë mbi 8.000 objektiv të goditur nga ana e SBA-s dhe Izraelit në territorin iranian, i cili është një territor shumë i madh, siç e kemi thënë, me shumë male edhe shumë i vështirë. Por në anën tjetër kjo gjë nuk ka bërë të mundur që Irani të ndalojë goditjet e veta në të gjithë gjirin, ka bllokuar gjithë vendet e gjirit, pra vendet sunite, Arabinë Saudite, Emiratet, Katarin, Bahreinin, Kuwaiti është goditur natën që shkoi, gjithë Iraku, Jordania është goditur natën që shkoi. Ka filluar lufta, ka rifilluar lufta në Liban mes Hezbollahut dhe ushtrisë izraelite. Mbi 50.000 banor izraelit janë zhvendosur në jug të Izraelit, kanë ikur nga hapësira prej 30 kilometrash në veri në kufim e Libanin. Izraeli po tenton që të vërë në kontroll gjithë zonën që shkon deri në lumi Litani, duke minuar madje edhe urat që lidhin Libanin me pjesën jugore të vet, pra nën lumi Litani, pa llogaritur këtu goditjen dhe luftën që bëhet edhe në jugun e qytetit Beirut dhe të gjitha efektet e tjera ekonomike të kësaj lufte, e cila po kushton rreth 1 miliard në ditë në pjesën e Izrael-SBA dhe rreth 1 miliard të tjera në pjesën e Iranit. Dhe kjo bën të mendosh që kush është i gatshëm të vijojë luftën dhe ta fitojë luftën, ka edhe është i detyruar të gjejë edhe kush e financon luftën. Pra, në një anë SBA-ja duhet të gjejë parat vazhdimi i luftës për një vit. Kjo është arsye pse Pete Hegseth, sekretari i luftës së SBA-s, ka bërë kërkesën që Kongresit të miratojë një buxhet për $200 miliard për vijimin e luftës, dhe në anën tjetër kërkesa për të thirrur rreth 50.000 trupa për të dërguar në gjirin persik. Por kemi në anën tjetër edhe Iranin, i cili vazhdon tregtinë e gazit dhe të naftës me aleatët e vet, kryesisht në rastin konkret Kina, e cila po financon ekonominë iraniane në këto ditë lufte, edhe Rusia, e cila po mundohet të qëndrojë më në mes, por është përfituesja kryesore e rritjes së çmimeve të naftës dhe të gazit në tregjet ndërkombëtare, po edhe të drithrave, dhe me një pjesë të pikërisht të këtyre të ardhurave ka rifilluar ofensivë në lindjet e Ukrainës, kundër Ukrainës, dhe po vazhdon po mbështet Iranin në zgjerimin e kësaj lufte. Kështu që jemi në një pikë shumë interesante. Mund të kemi edhe 1 vit e 2 vjet luftë, mund të kemi
edhe luftë botërore, por edhe mund të kemi ndërprerjen siç e patëm paralajmëruar që nëse kjo luftë vjen më shumë se 3-4 javë, atëherë jemi përballë rrezikut të një shpërndarje globale. Kjo do thotë që ti nuk e shpresa për arritjen e paqes përmes negociatave që thuhet se po bën underground apo një armpushimi më të tezë. Po ta përsëris edhe një herë, nuk ka negociata. Okej, pra është e vërtetë ajo që thot Irani. Që SBA po negocion me vetveten se çka. Palët po mundohen të flasin nëpërmjet palëve të treta, por nuk ka negociata. Negociatat janë ndërprerë në Oman para se të fillonte lufta. Mosbesimi mes palëve është shumë i lartë, prandaj nuk ka negociata. Ka përpjekje për të mbërritur një periudhë armpushimi. Pra, nëse do të ketë një rezultat, do të kemi një periudhë dritare armpushimi. Por nuk ka negociata, se që të ketë negociata, palët duhet bien dakord për çështje shumë të rëndësishme. Unë i kam kërkuar ato 15 pikat dhe duke i parë me një sy të thjesht, në këtë moment ato janë 15 kushte amerikane për t'i thënë Iranit që unë po të vë 15 kushte që ti mos i pranosh, në mënyrë që unë të kem justifikimin për ato që do të bëjmë më mbrapa. Po, edhe unë i lexova të forta ishin faktikisht. Jo, e para njerë nuk janë sot në kushtet teknike për t'i vënë këto kushte, sepse duhet kesh minimalisht një fitore ushtarake për t'i vënë kushte tilla, sepse ajo do të thotë. Dhe dyta janë kushte për t'i thënë qeverisë sot me Tiranit ose atyre qeverive që ka Irani nën tavolinë dhe mbi tavolinë, sepse i tillë është formacioni i shtetit iranian, për t'i thënë që unë do vazhdoj luftën, por po vazhdoj luftën se ti nuk do të pranosh kushtet e mia. Kështu që jemi sigurisht që kur ka negociata, ato janë gjithmonë të vështira, vjen kushte shumë të mëdha në mënyrë sepse këto janë taktika dhe teknika negociatash, në mënyrë që të kapësh rezultate. Po ndoshta të mesme jo, po një minimale, ku ndoshta në këtë moment do të synohet pikërisht pra çështja e zgjidhjes Hormuzit, sepse nëse nuk ka zgjidhje Hormuzit, atëherë amerikanët do jenë detyruar të bëjnë një tentativë pushtimit të njërit nga ishujt iranian, në mënyrë që të thonë Iranit ja shikoj që je i detyruar të ulesh. Sigurisht që presidenti Trump nuk e ka pritur mirë faktin që europianët e kanë lënë vetëm në këtë nismë të tillë dhe duket qartë që ka edhe brenda administratës amerikane dy mënyra të ndryshme për të parë këtë konflikt. Okej, do ta bëj më vetë atë pyetje, po meqense po flasim për kushtet, po 6 kushtet e Iranit, si do dukon? Se edhe ato ishin forta, ndryshim juridik për ngushtisën e Hormuzit, dëmshpërblim për Iranin, që ky konflikt të mos përsëritet më. Të dyja palët po vënë kushte ekstreme, në mënyrë që të kenë një të mesme të barabartë. Të bëjmë një analizë, pse asnjë nga 3 shtetet nuk mund të humbasë sot luftë. Izraeli nuk mund ta humbasë sepse Izraeli rrezikon zhdukjen. Nga bregu perëndimor deri në detin Mesdhe është vetëm 9 kilometra në zonën e Cezarias. Dhe Izraeli ka shumë qartë që nëse Izraeli del humbse nga kjo luftë ku ka hyrë, jo vetëm që s'mund ndryshoj dot ato kufinjt nga lumi nga lumenjt në Mesdhe që thot Bibla vjetër por rrezikon realisht zhdukjen. Nëse do të ketë një humbje të një lufte e cila ka filluar tashmë prej gati 3 vitesh, 2 vite e gjysmë. Në anën tjetër, SBA-ja nëse nuk fiton këtë luftë, sepse prandaj duhet gjejë një të mesme diku, SBA-ja rrezikon që për herë të parë aleatët historik të SBA-s në rajon, arabët, pra aleatët e gjithë, cilët janë edhe partnerët kryesorë ekonomik të SBA-s, rrezikon të thonë, po mirë atëherë kur ti nuk fitoke dot kundër Iranit, çfarë na duhesh? Se duhet të vazhdojmë të blejmë borxhin e jashtëm amerikan edhe të jemi në të njëjtën linjë. Po, e qartë është kjo pjesë. Kështu që SBA-ja rrezikon, me thënë, zhvlerësimin e saj historik të atij rajoni, një gjë që e ka marrë me shumë luftra, me shumë mund, në shumë dekada.
Kështu që çfarë do ta ekuilibronte këtë gjë? Pra nuk do të mjaftonin më marrëveshjet abrahamike, për cilat u punua shumë në mandatin e parë të Trumpit. Por në anën tjetër, kësa radhe, Arabët, ndoshta edhe Turqia, me shumë drejt mund të thonë, atëherë, përderisa Izraeli pas ka drejtën e mbrojtjes bërthamore, pse mos e kemi dhënë këtë drejtë mbrojtjes bërthamore? Kur Irani u tregu kaq i forca që SBA nuk fiton dot me Iranin. Kështu që SBA rrezikon jo vetëm marrëdhëniet me Iranin që janë ato që janë, pra që është në luftë, por rrezikon mbi gjitha ekuilibrat me aleatët e vet historik. Pra me ata që japin naftën, gazin, rolin, pra SBA ka hyrë në një luftë që nuk mund ta humb. Sepse i bie që të humb njëri për gjithmonë një rajonin më të rëndësishëm të botës. Dhe në anën tjetër, Irani nuk mund të humb. Sepse nëse Irani humb këtë luftë, Irani nuk do të ekzistojë më, të paktën jo ashtu siç e kemi njohur. Pra, shteti më i madh i atij rajoni, i cili prej 500 vjetësh nuk ka ndryshuar kufijt, dhe është i detyruar pastaj të shkojë drejt një procesi shpërbërje. Pra nuk është vetëm çështja e mbijetesës së regjimit. Është çështja e mbijetesës së shiitëve. Është çështja e mbijetesës së vet Iranit, si shtet, si territor, si gjeografi, si demografi, si përbërje etnofetare. Ndaj, është kaq komplekse kjo çështje sa që rezultati maksimal që mund të mbërrihet në këtë moment, paqe jo, është një armpushim. Gjë që unë për momentin e shoh në dëshirën e asnjërs nga të tre palët. Tjetër gjë që thon verbalisht dhe tjetër gjë se çfarë bën. Siç ka thënë Henry Kissinger, në diplomaci nuk është faji i atij që gënjen, po i atij që beson. Okay. Dhe duke qenë që vim pas 2 turesh që edhe vjet, edhe si vjet, para se të fillonte lufta ka patur negociata dhe negociatat ishin të drejtë për drejta, na linde drejta të mendojmë që me që 2 herë janë ndërprerë negociatat dhe ka filluar lufta, pse mos ndodh kjo edhe herë tretë. Aq më tepër që nuk kemi negociata të drejtë për drejta, por kemi përpjekje për të folur nëpërmjet indirekt nëpërmjet palëve të tretë. Tani vim pak më gjërësisht tek ajo që ti e ceke më herët. Faktikisht këto ditët e fundit janë bërë një 2-3 deklarata nga shefi i NATO-s se po konsiderojnë thirrjet që ka bërë Netanyahu për të bashkuar edhe aleanca në një mundësi në luftën në Iran. Pse ka skepticizëm dhe në një farë mënyrë vendosmëri nga ana aleatëve amerikanë në këtë pikë për të përfshirë sadopak? Nuk është puna që të përfshihen sadopak apo sado shumë. Problemi është që jemi përballë një pike ku fije testohet i famshmi Neni 5 i aleancës. Dhe do vinte një ditë kjo pikë. Sepse mënyrën se si është, ne kemi biseduar shpesh që dobësia reale e NATO-s është që NATO ka humbur arsyeën e të ekzistuarit. E kemi parë këtë në shumë faza, e pam edhe në Ukrainë, por ky është momenti ku fuqia më e madhe e NATO-s është në një luftë të drejtë për drejtë. Në Neni 5 të lë të mendosh që është e drejta atij që është në luftë të kërkoj ndihmën e aleatëve. Por Neni 5 thot dhe ca gjëra tjera. E para thot kur ti hyn një luftë që është ai tjetri që të ka sulmuar. E dyta thot që kur ti hyn në luftë, aleancë do thot që ti do informosh dhe do konsultosh aleatët. E treta, kemi hyrë në një luftë, pra ka hyrë Amerika në një luftë, jo se ka hyrë Amerika në një luftë drejt për drejt me Iranin, po sepse është Izraeli që ka kërkuar përfshirjen e Amerikës në një luftë drejt për drejt me Iranin. Dhe e katërta, të gjitha fuqitë që kërkojnë të hyjnë në luftë, në rastin konkret, duke mbështetur SBA-n kundër Iranit, janë fuqitë Bashkimit Evropian, të cilët në anën tjetër ka një problem mbi ekzistencë të vetëm. Pse? Kjo jo për shkak të Amerikës, por për shkak të paaftësisë leadershipit tyre në 15 vitet e fundit. Në 15 vjet Evropa ka humbur
mundësinë e furnizimit të ekonomisë dhe të industrisë së saj drejt për drejt me burimet energjetike me kosto të ulët. Në fillim pranverë arabe, ndërprerjen e Libisë dhe të furnizimit nga deti Mesdhe, më tej lufta Rusi-Ukrainë, vendimarrja e fortë e Evropës për të vënë sanksione 100% ndaj Rusisë, dhe sot janë detyruar të luten Rusisë. Dhe sigurisht që Rusia do të përdorte dhe përdor gjuhë poshtëruse dhe kushte poshtëruse ndaj Evropës në një moment të tillë. Dhe treta, me bllokimin e Egjiptit Persik, mundësia vetme që ka sot Evropa për të furnizuar ekonominë e saj me gaz dhe naftë është o nga kontinenti amerikan, pra nga SBA-ja, me çmime shumë të larta, me rigasifikatore të tjerë, me naftë, me gaz ndoshta një pjesë nga Algjeria, aq sa mund të furnizojë Algjeria, një pjesë me tapin që kalon nga Shqipëria, aq sa mund të furnizojë që po është me sasi shumë të vogla, ose pastaj nga vende më të largëta si Nigeria e tjerë, dhe përveç kësaj nuk është vetëm problemi i çmimeve, është problemi edhe i mundësisë fizike për t'i patur. Atëherë, në këto kushte jemi përballë faktit kush është më rëndësishme, ose mirë kush e ka bërë, pula vezën apo veza pulë. Pasi SBA-ja thot që NATO pa mua nuk mund të ekzistojë dhe unë do ta prish NATO nëse NATO nuk më përgjigjet. Po, deklarata të rënda bëri faktikisht. Po sepse unë jam 78% e buxhetit NATO-s. Unë jam shteti më i madh i NATO-s dhe unë jam 78% e buxhetit NATO-s. Dhe në fakt, nëse do ta shohim, 3 vendet kryesore të NATO-s, nga pikpamja e buxhetit dhe nga pikpamja e ushtrisë dhe armatime, që kanë dhe ushtarë konkret, nuk janë vende të BE-s. Po, e vërtet. Turqia. SBA, Turqi, Britania e Madhe. Pa futur këtu dhe Kanadan, se dhe ajo është në NATO, po s'po e fusim Kanadan. Pjesa tjetër e NATO-s janë vende o të BE-s ose aspirante të BE-s, ose pastaj janë vende si puna jonë që janë vende të parëndësishme. Shqipëria, Maqedonia, Malizi, pas një zën kapitull nga kjo pikpamje. Kështu që duam s'duam, kjo krizë kthehet në një krizë të BE-s. Por çfarë mund ta shkatërrojë BE-n dhe realisht e kemi parë që me luftën në Ukrainë u pastrua gjithë klasa udhëheqëse e BE-s e vitit 2022, nuk ka ngelur asnjë nga ata. Përveç Macronit që duket që është në hapat e fundit të mandatit vet. Në fundjavë do të jetë edhe kryeministri i Shqipërisë në Paris te Macroni për të treguar që Franca akoma mundohet të luajë një rol e tjerë, por ai hapësirë sa ka. Dhe po shkojmë dhe ta shohim logjikën amerikane, nga ana amerikane ka një kuptim, thot, mua sot më duheni dhe ju sot s'po më përgjigjeni. Por ka dhe nga ana europiane një kuptim, që është pafuqia e Evropës për ta bërë këtë gjë që ne e kemi folur në këtë studio. Që Evropa është e pafuqishme, e papërgatitur për këtë gjë. E ka parë në 4 vjet në luftën Rusi-Ukrainë, e pafuqishme edhe ekonomikisht, por mbi gjitha ushtarakisht, sepse e ka të pamundur Evropa sot të mbledh 1 milion ushtarë dhe të çojë atje. Ndaj dhe kryeministri i Gjermanisë, që është shteti më i fortë i Evropës, duam s'duam, Gjermania është sot shteti më i fortë i Evropës, tha, okay, mund t'ju përgjigjemi ne, po me çfarë ta bëj? Unë nuk kam luftanie të mëdha atje, unë kam disa fregata që mund të sjell, por nuk mjaftojnë këto për të marrë kontrollin e Hormuzit. Pra, në një anë Trump i kërkon me drejt aleancën, por nuk i ka respektuar as pak ato pikat kryesore që ka qenë në aleancë, pra informimi aleatëve, konsultimi etj. E fillojnë në mënyrë unilaterale aksionin. Dhe në anën tjetër po përballet me efektet e asaj që ai vetë si president 2 herë ja ka kërkuar aleancës me zë shumë të lartë, që NATO të rifuqizohet nëpërmjet buxhetimit, pra 2% që famshëm i GDP-s, 5% që famshëm, pra që NATO ta ketë kapacitetin ushtarak të përfshirjes së saj realisht në luftra, sepse sot këto vendet e BE-s, të cilat janë anëtarë të NATO-s, Itali, Francë, Gjermani që janë vendet kryesore, po duam dhe Spanja që është kundër luftës, po dhe vendet tona, janë tërësisht pa afta për një gjë. Të nuk po them pa afta vetëm për çu 1 milion ushtarë, që jo, se s'bëhet fjalë, se këtë muhabet e kemi diskutuar dhe për Ukrainën. Po për të përgjigjur atyre dronëve. Ju
ju 3 javë më parë më pyetët a është e mundshme që Irani të sulmojë Shqipërinë. Unë thash Shqipërinë edhe më larg. Dhe vura re që kishin pas edhe kritika në rrjet që jo që janë këto punë, Irani nuk i ka etj etj. Tani e pam gjithë që Irani dërgoi jo një, po disa raketa deri në pjesën tjetër të botës që kaloshin edhe 4000 kilometra. Por këto janë armë të cilat Irani ka prodhuar në mënyrë tërësisht sekrete në programe ushtarake tërësisht sekrete dhe na konfirmojnë që Izraeli pas ka pasur të drejtë kur i kërkonte amerikanëve që të bllokojë marrëveshja bërthamore në 2018 me Iranin, për shkak të programet sisteme raketore që ka Irani. Dhe një nga kushtet që vë sot Amerika janë pikërisht programet raketore, sepse Irani ka zhvilluar programe raketore që ka shkuar shumë më larg se sa që kanë menduar palët, cilët e kanë nënvlerësuar deri tani Irani. Dhe këto 20 vitet e aleancës iraniane me perëndimin në lindjen e mesme, në fillim në Afganistan, pastaj në pjesën tjetër të lindjes mesme, në luftë kundër sunitëve, ose më saktë kundër Al-Qaedës, më tej kundër ISIS-it, kanë bërë që Irani jo vetëm të zhvillonte programet e veta ushtarake edhe të përfitonte nga programet ekonomike, por që sistemi i inteligjencës ushtarake dhe inteligjencës civile të Iranit të futej kaq thellë sa të penetronte tek, le të themi, aleatët e përkohshëm perëndimor në luftë kundër sunitëve në Gjirin Persik dhe të mësonte shumë nga sekretet e tyre në rajon. Në një formë ose një tjetër, në mendjen e mësim këtu kundër Iranit e paska patur vetëm Izraeli, me të drejtë, sepse ata shohin mbijetesën e tyre. Të tjerët pak nga budallëku, pak nga naiviteti, pak nga nevoja, kanë ceduar dhe sot ne gjendemi përballë faktit që Irani është vërtet shteti më i fuqishëm në atë rajon. Dhe këtu, ata që kujdesen më shumë nga kjo pikpamje, janë pikërisht vendet sunite, të cilët janë fqinjtë të Iranit, bëhet fjalë tu Arabia Saudite, Emiratet, Katari, Bahreini, Kuvaiti, vetë Iraku që është pjesë e kësaj lufte për një kohë shumë gjatë, të cilët e kuptojnë shumë mirë që kemi të bëjmë me një situatë geopolitike e cila nuk ka qenë kurrë e mendueshme se mund vinte në këtë pikë. Në qartë. Ndërkohë meqense jemi këtu, po lexoj për shembull një ndër zhvillimet nga media ndërkombëtare, duket se shefi i NATO-s ka mërzitur europianët sepse ka shprehur mbështetjen për luftën ndaj Donald Trumpit kundër Iranit. Ai ka sugjeruar që aleatët europianë për shembull të bashkohen për të përgjigjur thirrjes presidentit amerikan për të dislokuar mjetet etare në ngushëllisën e Hormuzit. Ku t'i gjen? Ka sjell reagime në kryeqytetet europiane. Po ku t'i gjen? Se problemi është ky që të bëj kjo gjë, Evropa duhet kishte bërë, ja sapo e përmendëm, Evropa duhet kishte bërë atë që ka bërë Irani këto 20 vite e fundit. Që ka bërë Irani, Kina, Rusia, India, Japonia, Indonezia, gjithë Azia. Pra që buxhetet duhet i kishin në rritje. Ne, po mos kishte qenë presidenti Trump, samiti vjetshëm. As tani nuk do të diskutojë për këtë punë. Po, e vërtet. Se u shkua rreth 15 vjet me Smart Defense, kur është shëntërsuar Shqipëria në NATO, nuk dihet kujtoj. Po. Fjalia ishte Smart Defense, të hymë në NATO pa paguar para. Po, po, te 2% që ngelën. Po, jo, as 2% se kanë pagu këta, domethënë, përfshi edhe këta që po flasin. Për shembull, po ti kërkosh sot Shqipërisë çoj anije. Skemi, realisht nuk kemi, nuk është puna se gënjemi. Realisht ato dy anije që kemi për bregun tonë për të kapë në anije refugjatësh e tjerë. Italia, i ka 2 vjetra. Italia tani është duke i dorëzuar Indonezisë një luftanie nga Garibaldi, e cila është 50-60 vjeçare. Dhe duhet ta rinovojnë. Dhe ki parasysh që Italia ka një nga kompanitë më të mira në botë të prodhimit tani luftarake, që është Fincantieri. Por duhen buxhete. Gjermania, e cila gjithashtu ka një historik të tillë, nuk i ka. Pra duhen prodhuar aeroplanbajtëse. I vetmi vend që ka 13 aeroplanbajtëse sot është SBA. Po. 2 i ka lëvizur atje, po bën gati një tret ta çoj, sepse çështja është që Irani është një vend pafundësisht malor dhe fillimi i një lufte të drejtë për drejtë me trupa edhe me anije, pra të një pushtimi qoftë edhe të pjesëm të iranianit, do të thotë një luftë që ti hyn sot dhe nuk e di se kur do dalësh. Dhe nuk është përgatitur sot NATO e sotshme, BE-ja e sotshme, nuk është përgatitur për këtë ditë. Pra nëse SBA-ja që është ushtria më e madhe e NATO-s, është e përgatitur,
deri diku, këta tjerët janë fare të papërgatitur. Pa futur këtu faktin që amerikanët e filluan këtë luftë pa një konsensus me Britaninë e Madhe, e cila është e vetmja fuqi detare historike e NATO-s, e mbi gjitha pa Turqinë, që është fqinji i parë i Iranit. Kështu që a është kaq e thjeshtë kjo punë? Kjo nuk është e thjeshtë. Mbi gjitha kjo tregon atë që unë thash në fillim, që për momentin rezultati maksimal që mund të mbërrihet është një armpushim i pjesshëm. Se për të tjerat duket qartë që do të kemi një zgjerim të luftës. Ndërkohë, pse kemi vazhdon të ketë mos reagim konkret edhe shumë të zëshëm për shembull nga ana e aleatëve të Iranit, siç janë Rusia, Kina, pse kemi një distancim në një farë mënyrë? Sepse ata po veprojnë në mënyrë të heshtur, jashtëzakonisht të ftohtë dhe të kalkuluar. Ekonomia ruse ka fituar të ditë, pra në një muaj, ka fituar rreth $100 miliard në vetëm një muaj, vetëm më shumë, vetëm nga rritja e çmimeve, pa ato që fitonte nga lufta në Ukrainë. Kështu që për Rusinë le të vazhdojë kështu, në rregull është. Ekonomia kineze ka futur në blok gjithë pjesën tjetër, ka ngulfatur gjithë pjesën tjetër dhe po vazhdon dhe po merr lëndët e para nga Irani, ato që interesojnë. E mbi gjitha Kina ka shumë qartë që një nga kostot që duhet paguaj Irani për ndërprerjen e kësaj lufte është mos ndërtimi i gazsjellësit dhe naftsjellësit mes Iranit dhe Kinës që kalon nëpër Afganistan. E kemi thënë këtu në këtë studio 3 javë më parë që nëse nuk do të ishte tërhequr Amerika në 2020 bashkë me NATO nga Afganistani, sot për Iranin nuk do ishte kaq e thjeshtë. Sot Irani është i përqendruar tësisht në luftën që po bën në pjesën perëndimore të saj, sepse pjesën lindore shpatullat i ka të sigurta. Atëherë shumë e qartë që këto fuqi të BRICS-it, që e kanë shumë qartë që programi politik i presidentit Trump dhe i Amerikës Trumpit, pra Make America Great Again, do të thotë prishje BRICS-it. Këto fuqi të BRICS-it e duan që perëndimin në mënyrë të veçantë Amerika të zhytet sa më shumë në një luftë me Iranin dhe të ngeli aty. Siç ngeli 20 vjet në Afganistan apo vite më përpara në Vietnam. Ndërkohë, një mendim tjetër politik në Amerikë që kryesohet më shumë nga zëvendës presidenti dhe nga grupi MAGA sesa nga neokonsot, kërkon goditje të shpejta të Amerikës dhe tërheqje dhe marrjen e avantazheve ekonomike nga një luftë. Dhe jo një vijim i tërë ku do duhet, dhe kjo është arsye pse ka ngecur në Kongres para ky financimi për $200 miliard i Pete Hegseth, dhe në një moment caktuar sinqeriteti, presidenti Trump e tha, më ishte premtuar, më ishte thënë që do të ishte shumë e lehtë dhe shumë e shpejtë kjo që po. Pse ka qarkulluar këto orë një lajm në mediat ndërkombëtare që princi i kurorës po i bën presion Trumpit për të vijuar luftën? Më shumë se për të vijuar luftën, princi i kurorës po i bën presion jo Trumpit, po SBA-s për të thënë e para ku i keni sistemet që na keni shitur se nuk po funksionojnë, dhe e dyta, nëse ju tërhiqeni në këtë lloj kushte, ne jemi tërësisht pa mbrojtur përballë kësaj fuqie që është përballë, pra na futët në luftë, ne ju kemi bler borxhin e jashtëm dhe ju nuk mund të na lini kështu. Sepse nuk na futët në luftë duke u konsultuar me ne. Filluat lufta në muajin e shenjtë Ramazanit dhe për Arabinë Saudite, kjo është një pikë tërësisht që nuk mund ta prekësh sepse është vendi ku qëndrojnë dy vendet e shenjta. Pra, vendet arabe, vendet e gjirit, vendet sunite rrezikojnë një efekt tjetër që nuk është parashikuar, pra ngritjen nga poshtë të popullit, sepse perceptimi publik nuk është që është një luftë Amerikës, perceptimi publik është një luftë e Izraelit. Prandaj, nuk është se po i thot princi Mohammed bin Salman që vazhdo luftën kundër Iranit. Po i thot
si do na lesh ne tash pasi u pa gjithë kjo gjë, sepse u pa qartë që në një muaj luftë Irani bllokoi gjithë vendet e gjirit. Po i bllokoi dhunshëm ama. Atëherë, nëse Irani e bën këtë gjë në kushtet e një lufte të drejtë për drejtë me Izraelin dhe Amerikën, që janë dy fuqitë më të mëdha ushtarake, po me këta të tjerë çfarë bën? Ka logjikë kjo gjë. Sepse Mohammed bin Salmani nuk e sheh për sot, është e fërtar me këtë. Tani, duket që Trump është në një situatë vështirë. Si të zhdukur lajmi se në radhët e ushtarëve amerikan ka pasur shumë kritika, duke thënë se nuk do të vdesim për Izraelin. Këtë unë nuk e mendoj. Bindur. Shiko, apo është egzageruar? Unë mendoj që kjo është luftë në dark web, me fake news, si po bëjnë të dyja palët shumë kundër njëra tjetrës. Domethënë, kjo luftë pasqyrohet edhe nga një luftë në rrjetet sociale e pa imagjinueshme, me shumë fake news. Amerika vazhdon ngelet sistemi ushtarak dhe i sigurisë më i madh dhe më i sigurt në botë, dhe me një disiplinë të caktuar. Sigurisht në nivelin politik e përsërita, pra ata që kanë qenë më afër magës, prandaj pam dy drejtuesin të institucioneve të larta të sigurisë në Amerikë, cilët thonë, ne nuk mund të bëjmë luftën e tjerëve, por edhe opozita, po duash në Amerikë, pra njerëz të rëndësishëm në Kongresit, Senatit, po edhe shoqëria civile. Historia vetë Amerikës na mëson nga Vietnami e mbrapa që ka pas gjithmonë shumë opozitë në luftës brenda Amerikës se sa jashtë Amerikës. Thonë që okay, do mbështesim Izraelin, por ne nuk mund të na tërheqë Bibi Netanyahu deri në ekstrem. Pra duhet ketë edhe një mendim ndryshe. Po kjo përgjithsisht nuk vjen nga komuniteti ushtarak, edhe nëse vjen nga komuniteti ushtarak, jo nga niveli ushtarësh, po sepse atë disiplina është e pa hekurt, po mund vinë në nivele më të larta. Hierarkia, po. Po që është ende herët sepse trupat nuk janë dërguar, nuk kemi deri tani. Po janë bërë gati 1000 trupa për. Jo, janë bërë më shumë, janë 5000 trupa, po 5000 trupa nuk mjaftojnë për asgjë. Okej, si fillim them. S'ka, sepse po hyre kështu, kjo është ajo që po kërkon Rusia dhe Kina de facto, që ata të hyjnë dal nga dale, mos dalin më ngelen aty. Dhe kjo është një luftë afatgjatë dhe ky është edhe shqetësimi më i madh që ka Mohammed bin Salmani, sepse realisht shiko, me fillimin e luftës në javën e parë, amerikanët kanë tërhequr 35.000 qytetarë nga gjithë vendet e gjirit. Dhe pa prezencën amerikane dhe trupave amerikane në rajon, realisht këto qeverisja, nuk po quhet regjim, këto qeverisja në rajon, rrezikojnë që të japin kundër efekt, pra edhe një herë pranverë arabe dhe rënien e qeverive. Nuk janë kaq të lumtur palët, pa folur këtu për çështjen e mirëmbajtjes së puseve, për çështjen e kompanive multinacionale, për çështjen financiare, për çështjen e sigurisë, për çështjen e Hormuzit, pra se në çdo çështje ka edhe 100 çështje tjera. Po ajo që është më e rëndësishme është që Izraeli këtë luftë e filloi në mesin e muajit Ramazanit. Dhe më beso, unë që njoh mirë ato rajone, po të them kjo është një gjë që nuk do ta harrojnë. Edhe ata që janë kundër Izraelit, edhe ata që janë kundër Iranit, se ka arab që janë edhe kundër Izraelit, edhe kundër Iranit, nuk do ta harrojnë që një moment caktuar Izraeli, kur pati Amerikën nga mbrapa, e filloi një luftë në mesin e muajit Ramazanit, dhe kjo na fut në aspektin eskatologjik të kësaj lufte. Pra deri tani kemi analizuar aspektin ekonomik, politik, por ka dhe një aspekt eskatologjik. Tani, është raportuar shumë këto kohë që lideri i suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, është i plagosur rënd, është në kushte izolimi, i pamundur për të udhëhequr vendin për të marrë vendime etj. Mund të jenë të vërteta këto lajme? Edhe nëse janë të vërteta, këto nuk zgjidhin dhe nuk ndryshojnë asgjë. Pse? Sepse Irani është ndërtuar në formën e tillë. Po jo tani, prej kohës prej viteve të 10 kur filloi lufta. Regjim, sistem. Kur filloi lufta Irak-Iran. Është një luftë që njerëzit e kanë harruar, është një luftë që ka zgjatur gati 10 vjet. Edhe atëherë Saddam Husseini tha unë javës si vjen do shkoj të ha akullore në mes Teheranit, dhe lufta zgjati 10 vjet. Dhe para se të fillonte luftën, Saddam Husseini kishte $350 miliard
në bankat e Bagdadit, që erdhën gjitha si rrjedhoje e administrimit të naftës e të gazit nga qeveria e Irakut, e cila shtetëzoi gjithë burimet e naftës e tjera, dhe kur mbaroi lufta Irak-Iran, Iraku ishte zhytur në borxhe dhe u detyrua të shkojë të pushtojë Kuvajtin, gjë që pastaj çoi në fazën e dytë të një lufte të Irakut deri në rënien përfundimtare të Saddam Husseinin në 2003, por që është një histori shumë e gjatë. Dhe në këto kushte duhet të kuptojmë që gjërat janë rrethanore. Lideri, udhëheqësi shpirtëror është si papa, nuk merret me punë ekzekutive. Punët ekzekutive atje janë ndarë në 30 dhe sa provinca, kudo ka një organizim të gardës, një organizim të ushtrisë, një organizim të besimit fetar me dollar. Sistemi politik, partitë opozitare, partitë qeverisë, presidenti, parlamenti, ushtria, shërbimet sekrete, se s'ka një shërbim sekret i Iran, ka shumë. Pra, ai është papa që flet, jep fetva, po në efektin e administrimit të përditshëm nuk ka, sepse pikërisht ata e kanë ndërtuar në format të tillë. Shiko, nëse ti sheh përshkrimin që i bën Izraeli regjimin në Iran, është një oktapod me një kokë dhe shumë këmbë. Oktapodin, po se të coptove të gjithën, nuk marron dot kur punë, se prej këmbë sa dush, oktapodi Po vazhdon. që ai mund të ketë shkuar për kurim, sikurse është thënë jo pak herë në Rusi. Po, Është edhe, vërtet kjo? po, edhe. Okej. Siç ka shkuar, vjen, janë dy vende fqinj, nuk është se... Okej, meqense jemi në këtë pikë, një koment shkurtër për ndryshimet në regjim pas disa vrasjeve, për shembull, u ndryshua shefi i sigurisë. Shiko, ish kryeministri i Italisë, Massimo D'Alema, që është një nga njerëzit më racional që unë personalisht dhe që kam mik, dhe me eksperiencë shumë gjatë që nga koha e Bashkimit Sovjetik, aq gjatë sa ka marrë pjesë në varrimin e Andropovit në 84, treguar. Ka bërë një reflektim pas u vra Ali Larijani, cilin ai e ka njohur personalisht se ka qenë ministri i jashtëm, D'Alema ka qenë kryeminist, zonës kryeminist, dhe Larijani ka qenë negociatori i Iranit me programin bërthamor me OKB-n e tjerë. Okej, tha, vram Larijanin, pra se vram ne për vram aleat. Të do negocion. Po, sepse u përfol si një njeri kyç për Jo, me këtë negociojmë, se tani, okej, se kur flasim për negociata, po pra po, kështu duhet kesh lëndë negociator. kështu u bë analiza, po. E vërtet. Pra, çështja është që në këtë sistem është dëshmuar që, okej, inteligjenca izraelite, por edhe amerikane, të dyja bashkë, ka dhënë rezultate të jashtëzakonshme në këto 3 vite në eliminimin e krerëve publik, disa edhe jo publik, të Iranit dhe të proksit vetë. Po. Me tradhtim nga brenda, pa tradhtim nga brenda, me inteligencë artificiale, me luftë kibernetike e tjerë. Ka pak rëndësi, por e kanë dhënë këtë rezultat. Nuk kanë arritur objektivat që i kishin vënë vetes për një muaj, pra rënien e regjimit, ndryshimin e marrëveshjeve në raport me armët bërthamore, me raketat balistike, këto pikat për cilat po bisedojmë. Okej. Kush e mori pushtetin më shumë pas ikjes së Khameneit parë? E mori një krah më radikal apo më i butë? Një krah më radikal. Kush e mori pushtetin pas ikjes së Larijanit, ai që erdhi që u emërua tash, është më radikal apo më i butë? Më radikal. E kështu me radhë. Pra, realisht, çfarë ka ndryshuar? Ka ndryshuar vetëm një gjë, që iranianët nga brenda, nacionalizmi iranian, i njohur nacionalizmi persio, është unifikuar më shumë. Dhe mundësia e rënies së regjimit nga brenda është zvogëluar gjithmonë më shumë. Ndërkohë që kishte një mundësi shumë më të madhe më përpara, marrja vesh me njërin nga krahët e regjimit, që mund të ishte ndoshta ushtria, qoftë edhe me para, qoftë edhe me çështje politike. Dhe rrëzimi nga brenda. Kjo mundësi për momentin ka rënë. Dhe nëse vazhdon lufta, do të jetë shumë e gjatë dhe jo vetëm që nuk bie, por do t'i forcojë më shumë. Pse? Lejo të citoj faktin që Irani qëndron në sanksione që nga viti 1980.
e deri sot janë 46 vjet. Ka ardhur duke u forcuar ky regjim apo duke u dobësuar? Duke u forcuar. Kështu që të gjitha analizat na çojnë mendojmë që nga një anë janë arritur disa objektiva publik, por në anën tjetër efektiviteti i këtyre objektivave ka dhënë efekte të kundërta. Vim tani tek efektet globale të kësaj lufte që kanë ardhur deri tek ne në kohë reale madje. Nafta që luhatet në tregjet globale sa herë që bën një deklaratë të fortë Donald Trump, bëri atë të armëpushimit ra me 14%. Rifillojnë intensivisht sulmet reciproke mes vendeve, rritet frikshëm. Shiko, realisht presidenti Trump ka bërë një veprim shumë inteligjent. Ka thënë, për sa kohë vazhdon lufta, unë do heq sanksionet me Rusin. Në mënyrë që të mos lejojë çmimet të rritën më shumë se aq. Pasi ekonomistët amerikanë ja kanë shpjeguar shumë qartë që nëse çmimet vazhdojnë të rriten, ata që përfitojnë janë ata që kemi në anën e kundërt. Iranianët, rusët e tjerët. Kjo gjë nuk është shoqëruar nga vendet e BE-s. Për shumë arsye, për arsye të metodologjisë, se si funksionon BE-ja, për arsye të politike dhe të rreshtimit që ka BE-ja në raport me çështjen e Rusisë etj. etj. Por edhe për arsye të faktit që ngërçi që ka tashmë kontinenti evropian në raport me çështjet e rëndësishme të deindustrializimit dhe të furnizimit me lëndë të parë, është një ngërç që vijon prej vitesh dhe pamundësia për të marrë vendimarrje vjen si rrjedhoj e faktit se konsensus brenda BE-s nuk ka fare. Pra njeriu që mendon si Trumpi sot në BE, që është Viktor Orbani, BE-ja është rreshtuar, pjesa më e madhe e BE-s është e rreshtuar e gjitha për ta rrëzuar në zgjedhjet e ardhshme, tani në prill në Hungari. Në anën tjetër, njeriu që po mundohet të ruaj pak edhe këmbën në BE, edhe marrëdhëniet e mira me Trumpin, që është Giorgia Meloni, sapo doli nga një disfat këtë fundjavë nga referendumi. Atëherë, çështja është a kemi të bëjmë me një krizë eksistenciale të sistemit në perëndim, ku lufta thjesht i ka vënë në pat gjithë elementet e krizës, apo kemi të bëjmë një krizë e cila vjen si rrjedhoj e luftës. Unë mendoj që kemi të bëjmë me të parë. Kështu që është kollaj të fajsosh Donald Trumpin për këtë gjë. Në fakt nuk është Donald Trumpi kauza e kësaj krize. Kauzat e kësaj krize kërkohen shumë më thellë dhe kërkohen në faktin që makineria perëndimore, e cila me vullnet të jashtëzakonshëm 20-25 vite më parë filloi procesin e deindustrializimit të perëndimit dhe çoi gjithë industritë e rëndësishme të perëndimit në Azi, sot po përballet me efektet e kësaj vendimarrje. Ku e kemi sot Green Deal-in e famshëm? Mjafton dalësh në rrugët e Tiranës, jo me një qytet tjetër, shohësh që gjysma e makinave tashmë janë kineze. Edhe më falë të shi, e ku qëndron kjo politika antare e NATO-s dhe kandidate e BE-s e shtetit shqiptar që thotë nuk duam ndikim nga ekonomia kineze. De facto, ekonomia kineze na dominon. Jo vetëm ne, gjithë. Mirë se po propagandon këtë kohë kryeministri. S'ka lidhje, na dominon sepse ky është realiteti, dominon Francën, dominon Gjermaninë, dominon Italinë, nuk është se jemi vetëm ne. Kjo vjen si rrjedhoj e vendimarrjeve të gabuara 20-25 vite më parë. Prandaj po të them që çështja është e lexuar sot themi okay, fajsojmë Donald Trumpit. Po në fakt është fajt Donald Trumpit apo janë pasojat e një gjëje që është bërë shumë vite më përpara. Dhe unë mendoj që nga kjo luftë realisht kush rrezikon të dali totalisht e shpërbër, nëse kjo luftë vazhdon për efektet ekonomike që ju me drejt përmendni, është BE. Po si e parashikon të ardhmen, varësisht nga ajo që do ndodh me ngushticën e Hormuzit? Si do të jetë situata në tregjet globale? Nëse palët nuk ulen një rrugë armëpushimi, shiko, nëse mbas 3-4 vitesh të luftës në Ukrainë u pastrua 80-90% e qeverive perëndimore, pra e krerëve të tyre, dhe ndodhi ndryshimi
nga Amerika deri ku diun në Sloveni. Se radhe nëse kemi një luftë globale këtu rrezikohet shëmbja e gjithë regjimeve perëndimore demokratike, të cilat deri tani janë mbajtur tek forca e tyre që ka qenë modeli i zgjedhjes nëpërmjet demokracisë etj. Dhe kalimi me regjime autokratike. Pasi njerëzit do t'ia vënë fajin e inflacionit, të krizës tyre dhe të prishjes së nivelit të cilësisë jetës tyre, do t'ia vënë qeveritarëve. Dhe do vinë në pushtet, ju e patë se si do në zgjedhjet në fundjavë në Gjermani. AFD-ja nivelet më të larta. Do vinë në pushtet ekstremet. Dikut majta dhe dikut djatha. Sepse njerëzit do thonë, pse na i faturoni ne paftësinë e vendimarrjeve tuaja. Nga pranvera arabe, tek lufta në Ukrainë, e tek lufta në linjën e mesme. Diku do t'i faturohet të djathëve, diku të majtëve, por rrezikohet kjo gjë. Kështu që unë mendoj që ne duhet shpresojmë gjithë si do të ketë një armpushim të shpejtë dhe një rënje të kësaj gjë. Se gjithë kjo gjë që kemi parë ne është për një muaj. Imagjinoje për një vit. Unë mendoj që perëndimi është tërësisht i paaftë për të përballur në këtë moment me një krizë të tillë. Okej. Tani për të ndryshuar pak temën, ajo që të cekja më herët, ti je një shumë mirë Italin. Ndaj po të pyes se ç'po ndodh. Qeveria duket se po shkon drejt shpërbërjes, Italia drejt zgjedhjeve të parakohshme të reja. Giorgia Meloni mori një shuplak të rëndë me referendumin për ku tentoi ndryshime në sistemin e drejtësisë. Ajo kërkoi një gjë që Italisi duhet në fakt për shumë vitesh, kërkoi një gjë të drejtë. Shumë të drejtë. Italia ka hyrë. Pse nuk e vlerësuan italianët? Jo, ta shpjegojmë tani, ka disa arsye. Okej. Ajo kërkoi diçka të cilën realisht në këtë moment i duhet Italisë dhe i duhet prekohesh. Dhe pjesë nëse ky referendum do të ishte bërë 3 muaj më përpara, unë jam i bindur që referendumi do të kalonte. Po për disa rrethana. Është momentumi thua ti? Jo, ta shpjegoj. Do të ishte ka pikat një nga një. Për disa rrethana dhe për disa arsye, edhe për momentin, ajo detyrua të përballet me një disfat shumë të rëndë. Dhe për të kuptuar sa e rëndë është disfata, duhet të shohësh hartën zgjedhore. Referendumi ka humbur edhe në Sicili. Sicilia është par excellence gjithmonë pro të djathës në Itali. Kur ndryshon vota në Sicili, është paralajmërimi që ndryshon vota në gjithë territorin. Për të kuptuar këtë gjë, duhet të kthehemi te 2001 kur mori pushtetin Berlusconi. Në Sicili edhe në 2006, pra kur e la pushtetin dhe kur e mori, pra kur mori pushtetin e mori 61-0 Sicili. 61 deputet dhe senator me 0. Megjithatë në Sicili humbi. Pse humbi? Janë disa faktorë. Faktori numër 1 lidhet me kompozicionin politik të partisë Melonit. Ajo në thelb është partia fashiste e Mussolinit. Në organizim, në mentalitet, etj. Ata janë njerëz fashot, po ajo e 22-shit, jo ajo e 45-s. Pra fashot janë ata të cilët janë lidhur me territorin, aspektin social, të cilët nuk i ndryshojnë bindjet dhe doktrinën e tyre. Dhe kjo është arsye pse kanë mbijetuar, se ata mërritën dhe 2% dhe 4%. Por duke qenë që është një parti e ngurtë e tillë, ajo është një parti që ka qenë përgatitur për pushtet deri 5 deri në 8%. Pushtetin deri në 40% që e mori zonja Meloni, e kishte të pamundur ta menaxhonte me atë grup njerëzish që ka, sepse ishin të pamjaftueshëm. Ky grup njerëzish është ai që filloi të prodhonte skandalet e brendshme dhe të prodhonte problemet e brendshme. Jo rastisht, dorëheqja e sotshme e detyruar e Del Mastro, zëvendës ministrit të drejtësisë, dëbimi i shefes kabinetit ministrit të drejtësisë, kërkesa për largimin e ministrit të drejtësisë etj. Janë gjitha probleme që vijnë nga brenda partisë zonjës Meloni. Në anën tjetër, kemi edhe ngjarjen që ndodhi të kopshme, por politikisht shumë të rëndë, që fillimi i luftës
e gjeti Crosetto, ministrin e mbrojtjes, një bashkëthemeluesi i forcës politike të Melonit dhe historikisht aty, në Dubai, një figurë jashtëzakonisht qesharake dhe të shëmtuar, jo vetëm për të si individ, po edhe për qeverinë, duke qenë që është një nga qeveritë më të rëndësishme të NATO-s dhe të gjithë botës, që ngeli si çdo emigrant tjetër dhe nuk kishte mundësi që ta sillnin mbrapa. Duke shkuar një vit më përpara në përplasjet publike të zotit Guido Crosetto, i cili është një njeri që e njeh edhe Shqipërinë shumë mirë, me shërbimet e inteligjencës në Itali, ka pas një vit përpara, përplasje të forta me shërbime inteligjente të Crosettos, u aluduan faktin, a ishte Crosetto që nuk ka dëgjuar faktin që shërbimet kanë informuar që ore këtu do ketë luftë edhe ç'a bën, pra apo ishin shërbimet që nuk kanë funksionuar. Dhe është dëshmuar që shërbimet kanë informuar qeverinë dhe ministri i mbrojtjes ka qenë dieniq të asaj që ndodhte. Dhe nëse një muaj më përpara nuk do të perceptohet që sjellja e Crosettos dhe e qeverisë ishte arrogante që ne nuk na ndjen, domethënë, dhe kjo arrogancë u reflektuan publik. Pra nëse Meloni do ta kishte larguar Crosetton, megjithmonë do kishte pas një problem brenda partisë, por kjo gjë nuk do kishte efekt tek referendumi sotshëm. E treta, që është më e rëndësishme. Kjo luftë solli efektet të drejtë për drejta në çështjen e inflacionit në Itali, që është një problem i tejskajshëm. Rritja e çmimeve naftës, gazit, lëndëve të para është një gjë që ndihet drejt për drejt. Dhe mjafton një muaj luftë, po dhe 2 javë luftë, për ta bërë pjesën e pa vëmendshme të elektoratit, që thot prit se ma sot majtues. E katra që është edhe më rëndësishme, është pjesa e votuesve të rinj. Në çdo 3 të rinj që kanë votuar për herë të parë, 2 kanë votuar kundër majorancës, pra për të mos e ndryshuar kushtetutën. Gjë që tregon që këto 4 vite qeverisja dhe ndryshimi gati 80% gjëra që thoshte kur ishte në opozitë në raport me qenë në pushtet, ka çuar këtë majorancë në mënyrë të veçantë zonjën Meloni që erdhi me 30% në pushtet, në humbjen e votuesit të ri, i cili ka qenë gjithmonë votuesi i antisistemit. Edhe e pesta, që për mendimin tim është edhe çelësi gjithë leximit të kësaj gjë, është fakti që zonja Meloni e ka të pamundshme të bëj një bashkëjetesë politike në një anë me liberalët e Forca Italias që vinin nga sistemi Silvio Berlusconi, që në fakt ishin ata që donin ndryshim e kësaj reforme drejtësisë, sepse ishte kjo drejtësi që hëngri kokën politikisht Berlusconit dhe djathtas, me pjesën më intransigjente, më radikale, edhe më të fortë, edhe brenda partisë saj, po megjithatë tek aleati i saj, që është Liga ish Liga e Veriut, Liga e Salvini, e cila nga një anë thotë që Meloni u rrit në kurrizin ton, dhe kështu ishte, sepse ata ishin shumë më lart se Meloni 5 vite më parë, dhe në anën tjetër thonë, pse ne duhet, kur elektorati jonë është pro drejtësisë, pse ne duhet shkojmë atje ku na tërheq Berlusconi, pra do na marrë Berlusconi me vete edhe nga varri. Dhe e fundit fare, Andreotti thoshte, eksperienca është shumatorja e sa herë ta kanë futur në jetë. Andreotti ka qenë figurë shumë e madhe, njëri shumë i mençur. Në 10 vjet më parë, saktësisht në Itali u rrëzua Matteo Renzi, që ishte njeriu që kishte mbështetjen më të madhe politike në histori, më shumë se Meloni, me 42.5%, pikërisht se bëri një referendum. Pse? Referendumi është një makinë që ti i mbledh kollaj ata që e mendojnë kundër teje, por jo domosdoshmëri do të thotë që votojnë opozitën tënde. Pra, një po dhe një jo. Pra, unë jam shumë i bindur që
të gjithë këta që kanë votuar jo, nëse do të shkojmë në zgjedhje të përgjithshme, nuk do të thotë që do votojnë jo kundër Melonit. Nuk e lexon kështu, domosdoshmërisht. Jo domosdoshmërisht. Okej. Pra, ti përmenda gjithë faktorët, por sistemi referendar është i tillë. Jo, po. Po. Dhe shumë kollaj që gjithë ata që mendojnë kundër teje, edhe ata që janë të krahut tënd, të bashkohen te një jo për gjithë ato arsyet që përmendëm dhe të rrëzojnë. Kështu që gjithë ata që janë shumë kështu euforik, edhe këtu në Shqipëri ka filluar një iniciativë për ndryshuar ligjin për referendumet e tjera. Duhet kuptojnë që jo gjithmonë edhe rrethanat e gjithë ato që përmendëm, referendumet japin ato ide që ty thon sondazhet fillim, sepse ta thash 3 muaj më parë kur u bën sondazhet, referendumi ishte diku po te 65%. Pra Meloni ishte sigurt që e fiton. Po ja që ndodhi kundërt. Okej. Unë falenderoj shumë Faleminderit për juve. ardhur në fund të nderuar miq, faleminderit që na ndoqët, pa shoq do rikthehet sërish.